Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit për sot. Kemi një ëmbëlsirë të thjeshtë, bëhet me një brum të butë, që duhet ta zini paraprakisht sepse brumi duhet të qëndrojë. Si brumi baklavas. Petet e baklavas që keni, fundet, ato përdorni. Super, pra nëse keni bërë ose të përgatisni baklavan, bani pak brumin janë ose ato petët anësore, dhe përgatisni një recetë të tillë të cilën e shohim me produktet të shkruara në ekranin tuaj, se çfarë përmban për brumin: miell të bardhë 500 gram, 5 vezë mesatare, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 majlugë krip, 2 lugë gjelle sheqer, pak ujë dhe vaj vegetal për skuqje. Pra do të përgatisim dhiples. Për shurupin duhet 800 gram sheqer, 800 ml ujë, 2 shkopinj kanele, 50 gram mjalt, lëng uji, një gjysëm limoni, dhe do ta servirni më pas me arra, mjalt, arra të shtypura dhe mjalt. Bajame, arra. Tek shërbeti. Meqense baklavan e kemi me arra këtë vit. Përdorim bajamet. Ja, po e përzije me lugë të vogël. Me që e kam oreksin e madhë. Karafilin një, karafilin thash, hajde. Shtoj. Edhe gjysmën e limonit. O, plëngun e limonit. Ne këtu kemi edhe bajame, edhe fistik. Do t'i bashkojmë të dyja dhe i spëtasim me një dyshe të tillë të këndshme, të shishme të frutave. Po i vendos të dyja tasat këtu. Dhe po i grim, po i bluaj. Jo shumë shime të dallueshme. Pra një palosje dhe një skuqje. Tani që qëndron edhe e lëm. Do të skuqet derisa. Shiko, përpara se s'dua që ta marrim më tepër ngjyrë, se ka dalë shumë i mirë. Tani shifeni edhe nga qëndrimi i brumit. Pra, ju në përgjithësi dhipe si keni të holla. Kur ju i bëni me brumin e baklavas, prandaj dhe kjo është e gjitha ajo magjia, sepse është shija e petës. Është shija e petës. Se peta i ka gjithë mirat, me thënë drejtën. Atëherë, mje pak pjatën të lutem? Po. Ropsh. Format mund t'i keni si të dëshironi ju, a? Një trëndafil, një mbledhje petësh. Thjesht, natyral, mund t'jep një forma festive, dekorative, si të doni ju. Por thjesht, du t'a mbani me piruna së do jenë të tilla, ja. O, të në mes këtu, që të ketë të marrin nxehtësinë. I zhysëm në shërbet, sepse unë nuk e kam shërbetin të bërë. Dhe normalisht që merrem edhe me të tjerat. Ti bëj dhe pak? Po. Që të ngjisin tek mjalti, ë? Me thënë drejtën, ka sherbet do në dukeshin si më mirë. Do më thënë, duke i bërë me mjalt, duke i spërkatur me mjalt, edhe këto frutat e thata sipër, se ne thamë që rolin e ka peta. Unë i kam përshtatur të dyja gatimet në versionin e Albanës. Dhe super një ëmbëlsirë shpejt.
Do vazhdojmë me të tjerat, po do duam i shërbetosim se do zhduke u përgatitur Patjetër që po, shërbeti, por në patjetër që limitet po. e kohës që jemi I sigurisht që... zhysim në shërbet. Edhe njerë, ose brumin me përbërësit që i lexova që parë, ose në ato procesin që u ka mbetur, mund të qëndroj ai brumi i dytë, pra i anëve të baklavas, që do njëre përdorim për një ëmbëlsirë tjetër në momenti, thajmë, bëjnë saljari, bëjnë Në ëmbëlsira të ripato, tjera. diçka e tillë është, Është e njëjta, në vija të përgjithshme, po, një formë e tillë e ëmbëlsirave dihet që është i duhuri. Tani këto ishin recetat e ditës së sotme. Klikoni në YouTube-in ton për të mësuar recetën e byrekut me makarona, të fërgesës në furrë me mëlçi pule dhe të dhiples të kësaj ëmbëlsire kaq të thjeshtë, me mjaltë të spërkatura dhe me bajame dhe fistik. Duket shumë e këndshme për ta shijuar. Mjalti, fistikët, bajamet dhe ky brumi i skuqur në vaj vegetal për skuqje. Ne do të vazhdojmë me pjesën tjetër të brumit, ndërkohë ju përshëndesim nga kuzhina dhe ju presim në vazhdim të reze dielli. Të lumshin duar. Faleminderit. Nesër me të tjera receta, bashkë do të shihemi pas pak.